Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në tjetër video timen. Unë jam këtu te lavamani, kam bërë me shkum enët dhe tani do t'i shplaj. Po bëja kafe ndërkohë dhe thash t'i hedh qumshin para se të ftohet fare dhe të mos pihet. Është ora diku 6, jam pritur që në ora 5 me Evan, e vura të gjumë edhe thash të përfitoj të sistemojnë çik shtëpinë që është lëmsh që nga dje. Shikoni pak ata dy që po flen tani. Erdhën poshtë normalisht. Brita poshtë me djalin, sepse kur zgjoj djalin nuk dua që të zgjoj Biankën dhe zbrita poshtë. Me sa duket dëgjoj Bianka që zbrita poshtë, edhe që Mario iku në punë sepse iku shumë shpejt sot, edhe u zgjua me vrap edhe ajo, edhe I thash hajde dhe ti poshtë, ti thoja. Këtu te pianura kam vendosur këtë drasën që për mendimin tim është fantastike, sepse ju jep mundësi të krijoni më shumë vend për ato që ka një kuzhinë të vogël, por përveç kësaj është edhe shumë e mirë dhe për të hapur byrekun për shembull, nëse doni ta keni. Edhe këtu kam bërë gati ingredientët që do bëj ginger shots, këtë do ta bëj kur të kthehem pasi të çoj Biankën në shkollë. Vendi është komplet I pastër, këtu kam vendosur qesen që kur të qëroj mollët dhe portokallet I hedh këtu mbeturinat. Këtu kam lënë enët që po thahen vet, po kullojnë vet, që të mos I thaj unë kot, edhe pjesa tjetër e panakut. Që mbarova unë është koha për të pirë 2 glënkat e fundit kafes, edhe për të zgjuar ngadalë Biankën nga gjumi. Tani që këto 2 anët ku kam kuzhinën kam mbaruar, më duhet ta risistemoj të gjithën. Këtë është ditë e premte dhe në fakt po mendoja që të shkoja në një nga këto qendra tregtare që kam afër, nga këto të mdhaja, se kam një edhe më afër, po është e voçkël. Mirë po përtoj. Po super përtoj. Edhe duke qenë se sot është dita verës, kështu që gëzuar gjithëve juve që festonin, besoj se e festojmë gjithë, që kur më duket se ka qenë viti 2006, 2005, 2006 që u bë fest nacionale pushim, domethënë që u bë bank holiday në anglisht, ose që u bë fest zyrtare pushimi në Shqip. Edhe që atëherë është festuar masivisht. Faleminderit Elbasanit që ja u morëm. Neve më përpara festonim datën 1 mars si ditë vere. Bënim në një kek të vogël, në një gjë super, super thjesht, ja në një gjë wow. Po, për shembull ajo ballokumja po shikoja një grua di që po e bënte në TikTok, nuk mbaj mend emra. E shkret ajo po e bënte me dorë, edhe rrinte ajo fërkohtë, sheqerin me gjalpin e bëje bobo, love put. Nëse, është punë shumë e lodhshme. Unë kam provuar ballokum Elbasani nga shoqjet e mia kur punoja që misollën edhe ishin fantastike. As nuk krahasohen me ato të blerat. Ato që bëhen në shtëpi nuk krahasohen me ato të blerat, dhe po flas për ato tradicionale që I bëjnë ato vetë elbasanliet. Nëse. Ideja është që shpresojmë që gjatë kësaj fundjavë Mario t'i japi dorën e fundit të murit. Ideja është që muri na ka zgjatur shumë sepse kur janë hequr ato raftet ka pasur shumë probleme.
do më thënë, probleme gryerje, probleme lyerje, probleme më të mbushje, të ku ishte për të mbushur, do më thënë ishte pak e lodhshme, me thënë drejtën. Edhe mos harrojmë që Mario është një njeri. Nuk është as të God, si të themi tani se s'më vjen, nuk është as i mbi natyrshëm, le të themi, dhe as gjithçka bërës. Është thjesht Mario, i cili mundohet të bëjë çdo gjë, edhe absolutisht jam falenderuese. Po fundi Mario për shpinë vet punon, kështu që plan. Edhe ideja që po thoja ishte që unë të shkoja në një qendër tregtare, sepse kam shumë kohë pa vajtur, që në dhjetor, që kur kam bler ato dhuratat e fundit për Krishtlindje, edhe kam shumë kohë pa shkuar, edhe doja vërtet shkoja. Mirë, po nga ana tjetër them, po shkova do harxoj shumë lek. Po harxova shumë lek, do ndihem keq. Kështu që më mirë do çoj Biankën në shkollë dhe do gatuaj ca gjëra që kam ca salcice që dua t'i fund punë, kam ca patate. Kam dhe ca peta dhe thash të bëj dhe një byrek, me që është ditë e verës. Mirë, po nga ana tjetër, po shikoj këto ballokumet, edhe po ma bëjnë shumë me sy, po shumë fare. Kështu që ndoshta bëj dhe ballokume, nuk e di, domethënë qefi ma ka, nuk e di se si do shkoj, do shikojmë, sepse unë nuk kam as rahës elektrik. Kam shumë dëshirë të blej një rahës elektrik, mirë po nuk do blej një nga ato që është kështu me dorë, do blej bashkë me koshin, kur doj që të kem mundësi. Nejse, duke bërë. Edhe gjatë kësaj fundjavë, si që po thoja, po shpresojmë që Mario të mbaroj punë në 2 faqet e tjera të murit, me skirting, me bordurën, si thuat asaj bordurës poshtë, skirting, nuk e di, edhe me montimin e tavolinës ngrënjes, që e kemi këtu që njënë. Edhe ako mos është montuar. Dje pjeva kafe me një shoqe, u kënaqëm shumë dhe mbasi u kthyem, i rash një rrugë që nuk i bie zakonisht kur kthehem nga ajo kafe. Edhe pash futa në një charity shop që thoshte çdo gjë clearance etj. Nuk parafutëm te këto charity shop që kemi këtu, sepse kanë ambientet shumë të ngushta me karrocën edhe kam shumë të vështirë të lëviz me karrocë. Mirë, po kësaj radhe u futa, edhe pash këto. Këto ishin kristal, sipas përshkrimit që kishin vënë ata, tash është i vërtet nuk e di. Më pëlqye njësht mase shumë, madhësia e kupës është goxha e mirë, është e rëndë si material, për shembull pjata ime peshon shumë më lehtë se sa kjo. Është i gdhendur nga jashtë, nga brenda është super i pastër. Më pëlqeu jashtë mase shumë dhe ishin 6 copë 10 pound, që i bie pak më pak se 2 pound copa, dhe më pëlqyen shumë dhe thash do t'i marr. Edhe i mora, kjo ishte domethënë blerja që bëra. Kam porositur shumë gjëra nga Shein. Edhe të mdhaja, por edhe nga këto të voçklat, që mezi po pres të më vinë. Kam porositur një për Parse për vete, edhe një për Biankën. Nuk e mbaj mend as vetë se çka kam porositur, por ka qenë një porosi goxha, domethënë e konsiderueshme, diku te 200 pound. Kështu që let's see. Bianka sot në shkollë do vishet si t'ja doj kokra i qefit, nuk ka uniform. Edhe unë i kam porositur një fustan super të bukur, mirë po ai më vjen me datë 20 mars. Edhe u mërzita shumë që s'më erdhi për këtë, mirë po për këtë eveniment, për këtë gjë që do bëjnë ata, unë e mora vesh para 2 ditësh, domethënë emaili na erdhi para 2 ditësh. Edhe nuk është se kishim shumë kohë, fustanin e kisha porositur që përpara, sepse kam porositur në AliExpress, është fustani i Izabelës. Është super i bukur për ta parë, review-t i kishte super të mira, kështu që të shikojmë. Tani pres të vi të zgjohet Bianka, edhe donte që të vishishe si balerin, kështu që kam një fund kështu tutu quhet ajo, një fund tutu. Edhe poshtë do t'i vesh geta. Jo geta, më fal, streçe të zeza, sepse nuk dua që të ketë ftohtë. Jo veti. Bianca, let me see you, mommy. Let me see. Lift up your head, mommy. I want to see sparkles. Yay, full of sparkles, my sunshine.
Çfarë po bëj unë? Evan u zgjua shumë shpejt, po sistemoj. Po bëja o zoti madh, s'po vjen as fjalën. Po bëja drekën. Evan ju zgjua po 20 minutash edhe nuk po kthej në gjumë. Duke qenë se tek Charity Shop. No, të vesh atletet. Siç po thoja, duke qenë se tek Charity Shop që neve kemi këtu afër, ka ardhur the Sulvanian Family. Nëse e keni parasysh, unë I mora Biancës dje një set super të bukur që do ju tregoj. Dhe kur futa në internet dhe pash ishte 60 pound. Dhe kur futa në internet për të parë se sa shkonte kjo, domethënë po ta blej të re ishte 60. Kështu që thash do ikim me vrap të marr një full set për Biancën, sepse kishte shumë dje, edhe për mbesën. I shpresoj, po nxitoje, po shpresoj që të ketë ngelur ndonjë gjë që ta marr, edhe kaq. Po vishem. Po pëlqeu, do marr, për ndryshe jo. Kështu që t'jedhim një sy shpejt e shpejt sa është ky zgjuar dhe të vit bëj darkën. Kam marr këto, do ju tregoj pastaj. Hoqja nga ekspozitori që ishin ato dhe I vura tek banaku për të paguar. Dhe po shikoja vërdall. Shkoj për të paguar, thashun, pritash se kishte edhe një tip kali me karrocë, shumë I vogël, që tërhiqte gjasma dhe I bënte xhiro këtyre mjushave të tjerë. Lepurushave, çfarë janë këto. Edhe thash pritash të shoh, thash se mos marr thash edhe këto. Po ideja ishte I mora, I çova tek banaku për të paguar, u ktheva për të marrë edhe ato të tjerat, dhe erdhi ajo njëra, se këto I nxjerrin edhe në rrjetet e tyre sociale, këto gjërat, edhe më tha mua më vi keq. The whole lot, domethënë gjithë çdo gjë që kishin ato për sa I përket këtyre The Sulvanian Family, është shitur. Oh no, I thashun. Edhe ideja është që më përpara s'po I mendoja të merrja edhe atë, sepse thash dy shtëpia, një shtëpi për vajzën time, një shtëpi për vajzën e motrës, është më së mjaftueshme. Mirë po, ideja që ti nuk e merr dot më, sepse ajo u shit, është më mërziti. Nejse. Ideja ishte që I kemi marrë në çmim super të mirë, çmim më të mirë besoj se ndoshta nuk do I merrnim dot. Unë pash që çmimi, edhe ai që I kam marrë, jam e sigurt që I kam marrë për t'i rishitur. Mirë po, këtë di që unë me këto për të shitur këto gjërat e kalamajve nuk... Rrobat e fëmijës tim hajde dhe I kam shitur. Po të blej lodra edhe ta bëj eksaktësisht për bamirësi, për shembull, ato që unë kam marrë 8 pound mund ta shes pa frikë 30, sepse ai që është 60 mund ta marrë 30 me shumë kënaqësi, sepse është në gjendje super të mirë. Mirë po, ideja është që nuk e di, unë nuk e bëj dot këtë gjë me gjërat lodrat e fëmijëve. Se kam bërë ndonjëherë, ndoshta edhe e bëj, nuk e di, domethënë mos flasim kot budalliqe. Me rroba, me këpucë, me kështu gjëra është po gjithmonë. Po me gjërat e fëmijëve jo. Nejse. Fup. Ideja është që ikën shumë shpejt. Unë e kisha në plan që të shkoja që në orën 10, mi po ma zuri gjumi Evanin, në sakt, po pastroja në 10:20, më fani zuri gjumi djalin, në ora 11 unë nisëm, se u zgjua në ora 11:10, aq 20 minuta gjumë bëri u këput. 12 do kam pirë vetëm një kafe sot. Amale, ku shkon mëre? Ku shkon ti? Ku shkon ti mëre? Ku shkon ti?
Atëherë, cayenne pepper, turmeric. That's it. And ginger se kam pra, ginger powder. Jo, është në të me kjo. U vrava, ginger. Im të këtu. Opa. E hedhim këtu. Qa ishte kjo ma? Se e mbusha shumë unë. Ground turmeric, pra se e piperi. No, cayenne pepper është shumë djegës. Kështu që epa, këtë se prekti mami se. E cik ginger. Unë kam ginger kështu. Të sakt, mirë po. Ik tashi, go! Të më zitëm ne! Dita ime sot ka filluar që në orë 5:30 po themi. Nuk po e quaj atë pjesën që isha zgjuar në krevat me Evanin. Po themi që në ora 5:46 që kam filluar të pastroj, sistemoj, të organizoj etj. Tashmi është ora 1:30, sa po e vura në gjumë, edhe po shpresoj të kem mundësi që të vë bebyrekun. Ndërkohë kam bërë këtë këtu, që është me gjizë. Gjizën unë e bëj vetë, le të themi, sepse thjesht i hedh qumshtit uthull apo lëng limoni, çfarë lloj gjë që të keni, në mënyrë që të bëhet gjiza. Gjizën që bëra, domethënë nga gjiza që bëra kam përfituar shëllirën. Kjo këtu është gjalp, që do pres të ngurtësohet që të marr gjalpin, dhe shëllirën është shumë e mirë për të pirë, sepse ka shumë proteina dhe është fantastike. Tani çfarë unë po mendoja që të bëja ballokume sot, më duket se u thash, mirë, po nuk kam sheqer. Kam 3 lugë sheqer, dhe ballokumja donte shumë sheqer. Kështu që nuk e di, doja të bëja në ëmbëlsirë për sot. Nuk kemi, edhe besoj se s'do bëj. Do të tregoj, këto janë setet. Kjo ishte shtëpia, 18 pound. I hapen të gjitha këto dyert, këto gjëra. Kjo këtu, pjesa e balkonit, pjesa e dhomës ndënjes. Edhe normalisht që ti pastaj kthe nga ana tjetër dhe e mobilon si të duash. Tani, të gjitha këto janë copzat për mobilimin. Keni këtë ndënjëset këtu, koltuku, frigoriferi, janë 4 pjesëtar të familjes që janë këtu. Shikonin qik këto të voçklet fare që mua më bijeni. Shikonin qik të filxhanët e vegjël, këtë për bërë çaj apo lëng ku t'i gjohun. Gjitha ky tigani këtu i vogël janë super vogla. Shikonin qik gishtin tim, shiko se është tigani. Edhe këtu e kam marrë për vajzën e motrës.
Kjo ka dhoma e gjumit që bie tjetë këtu. Kjo është dhoma e ndënjes. Edhe këtë shtëpinë që është më e voçkël se ajo, këtë mora për Biancën. I bie që këtu është hyrja, hap derën, welcome. Edhe këtej mund t'jetë dalja e kuzhinës ndoshta, nuk e di, budalliqet që mund të mendoj unë, dalja e dhomës ndënjes. Edhe këtej është shtëpia. Edhe kjo ka këto bebat, që janë këto. Edhe këtë këtu. Kjo ka më pak detaje, sepse është dhe më e vogël, ndërsa ajo tjetra është më e madhe. Mendova që atë më të madhen t'ja jap motrës dhe këtë më të voglën ta mbajmë vetë. Super pëlqejnë, sidomos kjo pjesa që del këtu në balkon, mund nxjerrja atë miushën e voçkël aty. Oh, I love it. E mora dje, në basi mora këtë, mendova që të marrë ato të tjera. Ky është kështu, si është ky? Hapet dera këtu e ku digje unë. Ngrihet çatia kështu lart dhe këtu ka 2 krevata për bebat e vegjël. Edhe kjo hapet kështu. Yes. Këtu janë këto miushat. Kjo është e kompletuar dhe rinë të ngjitura vet. Në që nga hap sobat, lutem mbyllu. Edhe këtu mund të gatuaj miushja. Sylvanian family, po këto që kanë shumë, sa që kanë këto? Mami, babi, 1, 2, 3, 4, 5. Që kanë shumë. Që kanë shumë vërtet. Edhe shivin tik banjën. Banja. Presupozoj që banja dhe mund të mbyllet kështu. Pse dushi, shikon çik dushi edhe hiqet këtu dushi. Nuk. Kjo është pjesa pastaj ku shohin televizor. Edhe kur duan të shtrihen këtu. Unë këtë mora dje. Tavolina e kurosjes. Po këtu. Apo është thjesht sirtar. Po ku I hapun dot këto me gjithë këto gishta që kam unë zot. I kam menduar që t'ja jap Biancës këtë për Pashk. Po këtu çka ka këtu? Mund të ruaj në një gjë këtu. Hajde. Këtë mendova që unë t'ja jap Biancës për Pashk, për Easter, ndërkohë që atë tjetrën do t'ja jap për ditëlindja. Ti fus këtu. Dan. Thjesht të tregoj, ky është byreku, salçiçet, o zoti madhi, sigur pelese qa. Nëse byreku ka dalë super I mirë. Unë u lava, bëra një dush, tani do t'i kre flokët, I thava në qik me tharse, tani do t'i kre sepse pun 10-15 minutash do të shkoj të marr Biancën. Dhe ky është në gjumë këtu. Tani unë I bëra ballokumet, po më bë ballokumja kek. Po shpresoj të ketë shihen e ka se provuam atë brumin. E vash ti. Se na ka ardhur Mario herët nga punda. Si e ke bërë kokën la. U kthej çik çoj lart, çoj kështu mbrapsht. Futja një ashtu. Qa t'i fushë zemë? Një rull, idiot. Tani këto janë ato që ngelën, por që e di që edhe kjo do bëhet pet prap. Shpresojmë na bëhet e mirë kjo peta. Tani unë hoqa këtë pjesën që është e shkrifët, dallohet. Ka dalë e shishme shumë. Thjesht nuk është e ballokumja rumbullake. Po vërtet është goxha. Shpresoj t'ja keni kaluar bukur si ditë vere. Dhe bashkë do shihemi në një video tjetër.